Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka dënuar deklaratën e fundit të Serbisë në lidhje me memorandumin trepalësh të nënshkruar ndërmjet Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë. Sipas MPJD-s, kjo deklaratë nuk është vetëm agresive dhe kërcënuese, por përbën shkelje të hapur të marrëveshjes së Brukselit, në të cilën thuhet se Serbia ka pretenduar se i pranon, por ka refuzuar qëllimshëm që t'i nënshkruaj. Më tutje thuhet se retorika e Serbisë është mbushur me tone hegemoniste, pasi ajo përpiqet të paraqitet si fuqia dominuese në Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar shpjegime nga Kroacia dhe Shqipëria, dy shtete sovrane të dy anëtare të NATO-s, ndërsa Kroacia gjithashtu anëtare e Bashkimit Evropian. Në komunikatën e këtij dikasteri thuhet se Republika e Kosovës nuk do të friksohet nga kërcënimet e Serbisë dhe do të vazhdojë të forcojë sigurinë dhe partneritetin e saj ndërkombëtar dhe bashkëpunimin me aleatët e saj.